Tani sikur me nis nga dita parë më duket. Uj kuqimin e ndron, po zanati se harron. Kur e pi me qef, bë mirë, kur e pi me inat, bë keq. Se kisha ditë. Shka pe këshyma njëra ashtu pëse pe hanë me sy. Nuk jam shti që unë jam lim hotin. A menon që ka hi për ty, a menon që ka hi për vete? Ka hi për veti me shfrytzu dhe Alben. Do një kafe turke? Thjesht doja për të mirën e tjerëve mos ju afroj pa kajmak. Po merren dhe të bëf mirë. Gënarë to. Nëse ti ndjesh ju respektuar për tina, mos i jep respekt asë. Mos vrapo për dikujna që, mas dikujna që nuk ta djem vlerën. A e don halo? E do shpirtësh. Logjikisht duhet ta bëj. Ama e vuj, kur ja pash duar të prajmit e video, e ndjeva si kur e kisha në gjithë me, atë shumë e ndjeva. E thjesht të shosha të kam një përqafe fort janë ti aromën, se ka marrë balli për aromën e ti. E duhet të përdojt. Unë e kom hi vetëm mrena këtu, edhe vetëm jam konë edhe jashtë. Ajo veti ka luj tripat, jo po ndana. Po pse se Jo po dine? ndana, pra, të lutem. Nuk është që më ka i kapë në unë kuj. Tjerë janë kam kapën mu. Unë i lidhën si jam, kështu që... Ina njoftë një reality show, dhe kjo lidhje ka marru live, po në reality show aty. Se mi takuar më kur? Jo, mu takuj në taku, po jo, lidhja Jo jo ka lidhja. marru, jo. Lidhja jo ka marru që në televizor. Do të të përshëfoj. Do të më përshëfosh. Një që se ke venje fare të unë të një. Një që në më zirë është prapë se kur unë jam e fiksuat të ty. Olim. Mendova se nisa të harroj, edhe një e kam kuptu që s'të e marru as pak. As ka për të harru as njerën ti. Jo ashtu. Jo ashtu. Po veç për ty kam me t'afru pak se mos njësh vetën. Ke njerës që të respektojnë. Hajde Alba, të lutem, hajde. Qaj, ja, që si ka qanë vetëm që... Po hajde tash mos shojnë populli tu. Pa jo. Jo! Po qa kije? Po! A di se e një unë këto? Që dy Jo, se ti si ka qënë të moj këto! Si na të t'lanë vetëm, se si na njerës pa shpirt. Hajde... Keni gjo me më thonë? Alba, Po, dini? ke ndonjë gjë për të thënë? Nuk kam asnjë gjë të them. Alba, Po? qa e konsideron ti limin?
Nuk do të preferoja të flisja më. As pak? Ne duhet ta komentojmë, Alba. Mund të vazhdoni me limin. Ladies first. Alba, Dini nuk kam diçka të komentoj, edhe nuk mundem. unë po të bëj pyetje. Nëse nuk komenton asgjë pas gjithë asaj që pam, atëherë kanë qenë të vërteta ato ndjenjat tuat apo jo? Thjesht dini s'dua të flas më. Pse, Alba? Alba? A t'janë vazhdojnë? Po Mund limi. vazhdojnë? Po limi. Pa tjetër, Alba është një gocë shumë e mirë, kam shumë respekt për te. Do doja t'i uroja gjithmonë suksesin jetë, do doja gjithmonë t'a shifja sa më mirë, dhe nuk e di, por gjithçka nuk është një lojë, siç Alba mund bëj shumë lojra. Unë e kuptoj. Çka nuk e konsiderojnë lojë limi? Për shembull, Alba më përpara ka nisë të bëjë të njëjtën lojë, duket, edhe me Ludon, përsëri në një reality show. Dhe nuk e di çfarë ka ndodhur, nuk është puna ime në fakt. Po. Por edhe prandaj thash, nuk është një lojë. Jeta është e bukur, duhet ta shijojmë gjithë. Dhe unë e supportoj si një shok i mirë. Si një shok? Po, Vetëm shok? po. Atëherë, po. Do doja shumë... Shiko, në Shqipëri është shumë e vështirë mu nda njerëzit, se sa mu lidh njerëzit. Dhe ngelin pengje të dëshirave, kënaqësive, dhe nuk e di, duhet gjithmonë, është një temë shumë e gjerë për ta përmbledhur me disa fjalë, po ne të gjithë e kemi rrugtimin vetëm, sidomos ne që jemi pak më ndryshe se njerëzit normal me kuptimin e mirë të fjalës, nuk jemi stabil në një vend, jemi në punë, punojmë shumë, gjithë jemi të fokusuar tek vetja më shumë se këtë tjerët, gjë që vuajmë çdo ditë, nuk jemi me familjarët tanë, nuk jemi me shoqërinë, jemi gjithmonë në punë, dhe ky është një rrugtim jeta jonë. Unë kështu e shoh, dhe artistat, nuk kam në... Ajo që dua të them shkurt edhe shqip, artistat gjithmonë dashurojnë artin e tyre, më shumë se gjithçka, sepse arti është ai që ka qenë aty për ta në çdo lloj situate. A e cilëson art takimin e juaj që e keni pas? Jo, është udhëtimi im është artistik, ashtu sikur udhëtimi i çdo njerit këtu, mos sot nesër të gjithë do ta ndjejnë dhe do ta përjetojnë patjetër, dhe duhet kuptojmë që gjithë secili duhet doj veten dhe ata që e don. Ta që e ke mbyll këtë histori. Po. Po, nuk e kam mbyll, e kemi mbyll. E keni mbyll? Po. Alba e keni mbyll këtë histori paraprakisht? Apo jo? Me qëllimi thot ashtu? Jo, nuk është me qëllimi Me që thot. po them unë. Me që... Tuaj e si mendon Alba? Unë janë nisa, jepi çik xhiro dhe të Atëherë. arrim me një konkluzion. Come on, Nuk është që dua me do e mos. Sigur për këtë?
që ta dim të vërtetën Për gjërat mes që jush. the. Unë jam shumë i sigurt. Unë këtu s'kom ardhur për ty. Nuk Më thash për vjen KKR. keq që po ta them, por nuk duhet Nuk të ishte jemi tema për keq. KKR. Urdhëro? Nuk ishte tema për KKR. Pyeta ai i sigurt për këtë që the. Shumë i sigurt, kam qenë gjithmonë i sigurt për veprimet e mia. Dhe çfarë të them? Çfarë të them? It's like a TV show, nuk mund të më thonë çdo gjë haptas është pak më e vështirë se ç'duket, besoj. Por unë as nuk duhet të të lëndoj. Mendon që Po vështirësia ime për Asi e këtë njoh. gjë po vjen që jemi në TV show? Urdhëro? Ti mendon se vështirësia ime për këtë gjë po vjen që jemi në TV show? Jo, Apo se vështirësia çfarë po jote dëgjoj nga është, ty? nuk e di. Me thuaj që ta kuptoj. Disa gjëra nuk ka nevojë të t'i them unë. Të të mësoj unë. Jo më mësu, nuk më Unë mëson dua dot ta ti, pyes logjikën nuk më mëson tënde. dot njëri, po Unë unë dua ta marr pyes më logjikën të tënde, mirë. nuk më intereson unë t'jap nga mendja ime, Po, përderisa më thuaj më thuaj. okay. Çfarë mendon ti për këtë gjë? Çfarë mendoni për ardhen time këtu? Çfarë mendon për atë klip? Çfarë mendon për ne? Më thuaj. Që edhe unë ta kuptoj. Kuptojnë edhe njerëzit, që ka shumë pikë pyetje. Mund flasim edhe një moment tjetër, s'ka problem. Hajde Alba se ty për tjerë të pushon goja. No, pero... Alba, Koti, ne po dëgjojmë dy histori të ndryshme për një marrëdhënie në fakt. Po, ashtu është. Cili është mesi i së vërtetës në këtë rast? E di mund t'jetë shumë vështirë, Alba, po e shoh që nuk je duke përjetuar edhe mirë. Por si grua e fortë që je, besoj që është e rëndësishme që ti ta thuash versionin tënd Qite. të marrëdhënies suaj. Hajde se je Nëse keni fort. lënë diçka peng jashtë, Fort. apo është mbyll historia juaj qysh në reality show në ku keni marrë pjesë në ferma. Pse ju? Po edhe ti ke qatë të një me. Se në Avanordi këta në dy verzionet, kështë thuj edhe në prime, s'është problem. Po, të më po du me një dy verzionet, së në Po më pra. vesh një. Jo, na kritik na një dy. A të flasin më mirë ata se sa ne? Skuza, Po me pakun që folin këta nas Po kishin na jena fol, po i dujton kishim me dëgju, po folje, sa të ma. fol. Barbar. pa pik lidhje. Don të them atë që unë ndjej, apo don të dëgjosh atë që don ti? Pyetja ishte si është realiteti deri para se të hym këtu. Jo se çfarë ndjen. Po, dini, nuk dua ta zjas më shumë. Dini, a ka mundësi një set piano music në background me qit. Limi, Po, nuk po e pyes Albën, po të pyes ty. patjetër. Aja ke dhuruar ti stiqin Albës? Sa të të them unë tani. Unë nuk kam shku me ble posaçërisht një stiq për Albën. Po s'ka rëndësi kjo. Për mu ka... Stiqi që e ka pas Alba dhe e ka brenda shtëpisë, Po. a është nga ti? Ishte e imja, Okej. Po. Është. ishte. A ka ndonjë simbolik? Diçka që unë t'ja jap me zemër dhe t'i them që këtë ke nga unë dhe shko në Big Brother, jo. Okej. Alba, a është e vërtet? Dini, të lutem, nuk dua të komentoj. Limi është mashkulli, jep drejtim çdo gjë, çdo bisede, nuk dua të flas Po asnjë pse gjë. moj Alba kështu mashkulli duhet më jep drejtim çdo bisede? Të keq. Deri kur kështu? Ti qash po forqa e natës më Na gjatë gjithë kohës luftojmë që gratë që të kenë zë, që të flasin. Nuk mundesh të mendosh kështu.
Megjithatë është e drejta jote. Mundohem Po, të Leonora. lëndoj, se edhe po më bën të ndihem keq që po të shoh kështu. Kupton, nuk dua. Jo, Leonora, s'po ndëgjohesh. Alba, Mikrofonin rregulloj Leonora, pak lutem për mu dëgjuar më mirë. Alba, të lutem, a ka mundësi me ma jap një përgjigje, shumë sinqert. Mos hezito me jap përgjigjen. Cili ka qenë relacioni juaj përpara se ti të futeshe në Big Brother? Ajo që thot Limi, Alba, të lutem. Dëgjom. Ti ke detyrim fillimisht ndaj publikut I cilit përkra ta tregosh realitetin. Jo me fol me kamera herande herë këndej. Të lutem, nëse e bën këtë, bëje për hatër të atyre njerëzve që të ndjekin. Bëhu e sinqert. Sepse kështu duket sikur je në iluzionet e tua ose sikur je e paqëndrueshme emocionalisht. Ne duam ta dim cila është e vërteta jote. Nuk dua ta dëgjoj fare Limin. Të kemi parë 2 muaj me zhurma, me bërtima, stiqi, madje ta kemi mbrojtur edhe atë privatësi, edhe atë stiq, edhe atë po them, atë ngacmimin e banorëve që kanë bërë kundrejt kujtimit që ti kishe, duam ta dim të vërtetën. kërkoj falje të gjithëve, ka qenë lojë nga ana ime. Jo, Alba, dëgjo. Unë mendoj që ti e ke forcën, argumentin edhe mençurinë që ti sot flasësh për atë çka ti di, do dhe ndjen. Këtu nuk je në hetuesi, pa diskutim është zgjedhja jote. Ne kemi dëgjuar një anë të medaljes që është historia jote. Perceptimet janë ndryshme të njerëzve, Alba. Ashtu si që unë e ndjej një histori dashurie, nuk e ndjen partneri im. Edhe ai që sot unë e kam burr. Po ta pyesësh veç atë dhe nëse më pyet mua veç, edhe pse jemi burrë e grua me 2 fëmijë, jam e bindur që perceptimi I dashurisë tonë është I ndryshëm. Dhe ti nuk duhet ndjesh fajtore për këtë gjë. Megjithatë nuk po e Tani kuptoj Alba pse nuk e meriton thua më të shumë, vërtetën. por unë nuk pse mos ta mund thot, t'ja kemi 2 jap, muaj që e unë dëgjojmë zhurmë. du, por nuk mund t'ja jap, kupton? Alba mund meritoj më shumë. Çka nuk mundesh me jap Limi? Atë që meriton. Çka meriton Alba sipas teje? Sipas meje, Alba për mënyrën se si sillet me partnerin e vet, nuk po marr veten konkretisht, po çfarë kam përjetuar më përpara, dhe unë me thënë drejtën, siç e dini dhe vetë, diku ca më njohin, ca nuk më njohin, unë nuk jam ekstra pak, nuk jam shumë me këtë stabilitetin. Besoj se gjithë publiku. Po pra po thuje ti se pse s'jemi, këtë po të them edhe unë, ndoshta mund t'jem unë problemi, nuk ka asgjë gjë të keqe, kupton? Ashtu është siç thua ti. Kërkoj falje gjithë publikut e bëra për audiencë për vëmendje, ju lutem. Jo, më s'ka lidhje. O Alba, a ke pak respekt për veten tënde? Po, kam shumë respekt për veten e Atëherë thuaje, të lutem. Nuk ka. Si mund të nënshtrohesh përpara një mashkulli? Të lutem thuaje të vërtetën që ta dim të gjithë. Lutem shumë, nuk është Lutem. pjesë në shtrim. Megjithatë, megjithatë, Në momentin kur ajo nuk bëhet e sinqert, Unë nuk po Albën për asgjë gjë, nuk është pjesë në nështrimi. atëherë kjo po bën lojë, duam ta dim a është loja apo është realiteti Kjo ka saj. ndjenja për mu. Nuk po, Alba, nuk du të sforcojmë asgjë sepse është e drejta jote nëse do të shprehesh apo jo. Pikrisht për ndjenja tua që ke ndaj Limit. Unë përsho, në fytyrën tënde po... Mos ke problem, edhe unë e du ta di, jam shumë kurioz. As pak. Nuk është se unë mohoj pjesën e ndjenjave, mirë po... Për realitetin se kush kemi qenë deri para se të hym Big Brother, kërkoj falje publikut e kam bërë thjesht për vëmendje për audiencë. E beson edhe vetë të që po thua, Alba? Shikam. Po. Ne mbas... Okej, e besojmë edhe ne, pra, nëse thua shumë. Ka, nuk mund të marrësh, Alba, ti nuk, Olta jam, ti nuk mund të marrësh gjithë barrën tënde për sipër, gjithë barrën për sipër, vetëm që të mos I dalësh kundra Limit. Nuk ka lidhje. Unë nuk e shoh me vend këtë gjë. Jo. Unë e kuptoj shumë mirë
se sa shumë e çmon ti dashurinë, në përgjithësi. Unë e kam parë gjithmonë se si shkëlqejnë sy ty kur shet dy njerëz që puthen, përqafohen dhe dashurohen, dhe se si flet ti për dashurinë. Dhe unë e kuptoj që ky është në thonjza një lloj nënshtrimi që ti bën për ndjenjën që ti ke, qoftë ai limi përballë apo një mashkull tjetër. Pra ti e duke respektuar në këtë formë që ti po e servir sot, pikërisht atë ndjenjë që ti ke. Olta, nuk ka lidhje me disrespektin? Jo, nuk e mendoj që ti Të lutem. nuk po respekton Të lutem, veten. Olta. Të lutem. Unë nuk mendoj që ti Olta, nuk mund po të flas, të respekton lutem? veten. Ta dëgjojmë Albën pak. Po? Pavarësisht se çfarë ndodh, si vinë momentet, si dëshmohen gjërat, tani për momentin zgjedh heshtje edhe mjafton që për brenda vetes time di çfarë di. Edhe do doja të mbyllej si temë diskutimi. Po, Alba, plotësisht e respektojmë vendimin tënd edhe heshtjen tënde që zgjodhe në këto momente. Mbase do të jenë momenti që ti do ta tregosh edhe të vërtetën tënde. Nuk është ideja me ju vërsul, apo me tregu, apo me vu në pozitë keqe asnjërin për juve. Ideja është vetëm me usqaru. Ndërkohë që Limi po thoje për ndarjen, sepse u ndërprej derisa Olta filloi me fol. Okej. Do mundohem të sqaroj pak shkurt të shqip, se si ka qenë kjo lloj marrëdhënie pas reality show-it. Ne jemi taku, nga që ashtu kanë qenë dëshirat, ashtu kanë qenë në ato lloj momentesh, jemi ndjeje mu pa edhe më mrapa, por ka qenë pastaj një krisje, një shutdown, edhe tani ja ku jemi përsëri, çfarë do të them unë? Nga ajo krisja, shutdowni, që po quhet. A keni pas kontakt? Jo, ajo krisje ka ndodhur këto kohë, se s'është se kemi një vit, ne kemi 6-7 muaj se ka ndodhur gjitha këto gjërat bashkë, kupton? Po para se të futej Alba në Big Brother. Po. Keni pas ju kontakt, pavarësisht krisjes që keni pas. Po, unë kam pas kontakt edhe me femrat e tjera. Ndërkohë. Ka qenë Nuk e di për Albën. Ka qenë Alba ndjeni për këtë? Po, kanë qenë ndjeni gjithë njerëzit që më ndjekin mu. Okej, do të thotë ti nuk e ke konsideruar veten që je në një lidhje me Albën gjatë kësaj periudhe. After shutdownit, jo ma. A keni jetu bashkë jashtë reality show-it? E marrë burë mu se full këtë reality show. Kur ka ndodhur kjo krisja? Pas reality show, periudhë vere. Po, aty na prish teknikisht, pastaj kena pas edhe ca takime, po them, tjera. Dhe kështu ka vazhdu situata. Për çfarë thëm për çfarë jemi taku? Për çfarë jemi taku ne pas shutdownit? Për atë Thej që shutdowni verës, ashtu? Urdhra? Thej që shutdowni janë verës, ashtu? Po. Për çfarë që kemi taku ne pas shutdownin? Për çfarë? Për çfarë jemi taku? Sipas Po teje. si çdo njeri që i ngeli në Çfarë po merak, që i ngel dëshira, që i ngel, ku po di unë tani se si duhet të ta them, por unë po flas Limi, siç është pa. kujt i ka ngel Të me them radhë apo diçka? dëshirë? Po, Pa, kujt i fal, ka atë po du gjoj edhe unë. Mos harro që kur kemi qenë në eksperiencën e parë, Pa, kemi hyrë si dy të panjohur. pa. Mos harro që këtu, çdo gjë që thu ka shumë pesh. Se nuk kemi hyrë si dy të panjohur, kemi hyrë si dy të njohur. Pa. Edhe Unë gjërat që respektoj ndodhin, të lutem, Po mundohem ta të them në mënyrën më lutem, të të lutem. patjetër. Gjërat që ndodhin këtu, çdo fjalë, çdo veprim, nuk do t'jetë si herën e parë. Ka pesh.
për mu si herën e parë, si Po herën ta e them dytë, thjesht me të mirë. është u jemi njëjti, nuk ndryshon pse Ka lidhje situata si hym. tani do në vërtetën, kjo është në vërtetën. Ka që them edhe unë, vërtetën time. Po, Unë që shpo e shoh që situatë në këtë rast, Albin e shoh pak të friksume, pasi që përveç këtyne dyve të friksume, e thash. Po. Pasi që përveç këtyne dyve, kur kush gjanat nuk i din ma mirë, po të njëjtën kohë e shoh edhe Limin që është nga gatishmëri, veç me prit Albin se çka po thot, që ky me fillu me gjana, se po mdoket këtu ka shumë a shumë sene, edhe se di Albin thjesht për shët friksume, për shtë arsye është e konzervume deri në qëtë pikë. më shumë ndoshta të zhgënjyme të sa Shiko, të friksume. Po. lëndrim. Për bezdini se dija më thjesht Për momentin frikë që jo, kjo menzi e se- hap gojen, se unë e Limin për shumë të gatshëm me fillu... Me ballafaqu çdo gjë. Po, çdo gjë, po është Alba ajo që nuk starton, për shkak që çu thash edhe më herët, përveç këtyne dyve, nuk i din kur kush gjana. Jemi njerëz gjithë kemi gabimet tona, patjetër. Kështu Ti e di shumë prej mirë. pikpamjes teme po folë. Që unë nuk kam frikë askënd. Vetëm Zoti është mbi mua sipër. Dhe Më mirë ta mbyllim këtë muhabet para se në rast se dëshiron ti të flasësh, Më mirë ta mbyllim. Me ty, s'do flas nuk ka problem. Jo, Asgjë. shiko, unë nuk po të kërkoj Të llogari. Unë lutem. më shqetëson fare fakti, unë thjesht bëhem më Të rak. lutem. Po. Thjesht po pranoj çdo gjë që thua ti, kaq. Po jo, më Okej, mos ma bë. është e vërtetë ajo mos që ma thua le. ti, kaq. Okej. No, unë s'po them asnjë gjë në fund fundit. Banor, e mbyllim lidhen me ju. Regjia, nëse fillojnë komunikimin, ju lutem vetëm i fusni në transmetim. E diskutojmë pak Alba si kur më parë, ndoshta e heshtur, që është plotësisht e drejta e saj, por më shumë po e shoh si të thyer. Është e thyer, është e heshtur, është e friksuar sepse kësaj here është duke u humbur përgjithmonë dhe po i lë hapësirë që ti pohoj dhe çdo gjë që thot Limi, me shpresën që mund të lërë një derë të hapur që ai të kthehet. Unë kështu e lexoj. Po më vjen shumë keq për Albën tani, me thënë drejtën, jam shumë pranë tani saj. Jem kësharë, po Limi nuk Limi po sillet shumë korrekt. Perfekt po sillet. Mirë, po Nuk, thjesht por e unë di vërtetat keqardhje e për tij që dramën po i që ajo thot, po përjeton. vërtetat e tij që po i Sepse thot, dramën ajo janë e ka shumë në pranat kokë. të Ajo ka në Albën. kokë një dramë të sajën. Që se sa e vërtet është, okej, është histori e saj, ajo e ka treguar gjatë kësaj periudhe qëndrimi në shtëpi, ajo e beson atë histori. Është apo s'është e vërtet? Unë këtë nuk e di ende, kush ka të drejtë dhe kush jo. Por ajo e beson dhe është brenda asaj historie. Dhe i duhet që të haj fjalët e veta sepse para disa prajmesh e ka lënë live. Ka thënë që unë nuk kam më punë me të. E di se si ka ardhur kjo? Kjo ndarje e Albës nga Limi live, sepse ka pritur 2 muaj dhe s'ka pas asnjë përgjigje. E di shumë mirë, po. E di. Ajo ka qenë një ndarje kapërçoze nga ana e saj. Ndërkohë Limi thotë që ne kemi qenë ndarë shumë më përpara se ty të hyjen këtë shtëpi. Dhe kjo është një goditje shumë e fortë sot për Albën. Edhe nëse kjo që thotë Limi është e vërtet, ajo prap ndihet e goditur. Se thotë pse duhet më të ma përplasësh këtë të vërtet fytyrës kështu, të m'japësh një shuplak kështu në një reality show. Do me thënë, ka shumë gjëra në kokë ajo sot. Unë djeva keqardhje shumë prajmin e kaluar, kur e pash se si u drejtua Limi Albës, por tani vërtet nuk po ndjej fare keqardhje për Albën. Si mundet një femën mos me pas respekt për veten e vet? Si duhet Ndjenjat të nuk ketë kontrollohen, Leonor. Jo, duhet kesh respekt për veten tonë. Rregull, respekt. Jo të bësh drama dhe të ka jetosh me zgjedh iluzione. heshtjen. Në këto momente ajo zgjodhi heshtjen. Çfarë përgjigje ajo ju jap atëherë teleshikuesve të cilët i kanë besuar lojës së saj? Ajo duhet të jetë sinqert me shikuesin, edhe me neve, po ashtu. Sinceriteti besoj erdhi tek heshtja, sepse ndonjëherë nëse hesht flet më shumë se sa Shiko, kemi të bëjmë një lojtare që këto 48 orë,
Unë kam fillu dy të mos ditë, e besoj, ma. Më falë të mbaroj. Ka marrë goditje të jashtëzakonshme. Pra, ka parë limin me Bian, ka marrë vesh historinë e limit me Bian, ka parë limin duke u përqafuar me Dolçen, ka parë limin që i ka dhënë dorën dhe i ka thënë limi, që i është prezantuar, dhe goditja tjetër është që ai po ja përplas të vërtetën e tij fytyrës, sepse ne nuk e dim kush është e vërteta e vërtet, e madhe. Base është në mes e vërteta, sepse Base. e ka të vërtetën e saj, po. Ka marrë këto goditjet, nga ana tjetër që kemi limin, që ka të vërtetën e tij dhe thot, o vlla, unë jam single, kam që në verë, single. Është e drejta e tij Që është pastaj. e drejta e tij të vazhdoj jetën e tij, të vazhdoj marrëdhëniet e tij, qoftë dhe brenda shtëpisë, ka drejtën e vetë sepse është një djalë single prej shumë muajsh dhe është dikush që thot, unë du ta shijoj jetën dhe mu nuk më lidh dot njëri. E kupton, kemi dy karaktere tërësisht ndryshme në mënyrën se si e perceptojnë marrëdhënien e tyre. Leonora, deshe me shtu. Megjithatë, limi i dha të drejtën të flas ajo. Prandaj unë çuditëm që është ky ngërç i saj për të mos e treguar historinë e saj. Sepse s'do ta humbasi limin për fund. Hajde ta qesim se cili vetën në pozitën e Albës. Unë jam gjithkohës duke folur në pozitat e saj. Une as nuk po them jam feministe, as nuk jam, unë realisht po shoh, edhe po du me qenë e sinqert shumë me ato që a shoh. Unë nuk i kam përcjell në formatin e kaluar, nuk i njoh fare. Je maskiliste me shpirt. Okej, jam. Nuk i kam përcjellur, nuk i njoh as njërin, as tjetrin. Unë po du me jap opinionin tim vetëm mbi ato që a pash. Në rregull, po diskutojmë. Veç po diskutojmë. Po një femër e cila gjithkohës thot, e prete limi, pse nuk ulet, pse nuk e kërkon e debat, pse nuk i thot, o limi, ku ishe o burr? Ku mbeti lidhja jon, ku mbet relacioni jon? Ja, nuk vjen këtu pak edhe egoja edhe self-respect, apo vetë respekti në momentin që personin për të cilin fletin natë e ditë në një reality show, futet brenda dhe ta zgjat veç dorën, a nuk step kjo? Mirë, cili është self-respekti për vetën e vetë, kur ajo qanë gjithë kohës para kamerave e shojnë me miliona shqiptarë? A kupton? Aty ajo humbë respektin. Në momentin që ajo ballafaqohet me ish të dashurin, apo kush do qoftë aj, atëherë të regon që ka respekt më shumë për vetën e vetë. Jo të qaj qosheve, pa lot me lot të ashojmë të gjithë, atëherë aty fillojnë dyshimet. Unë si femër, personalisht, e humbë empatim për të, në këtë rast. Nëse ajo nuk ulet me ish partnerin të diskutoj edhe të sqaroj të gjitha çështjet e saj, nuk i ka vënë barriera. Ka vënë barriera. Ai ka vënë barrierë që momentin e parë. Po mos dëgjojmë ne, të dëgjojmë njëkohësisht ata se ku po gjendë. Është opinioni im dhe mbaj për veten. Alba është në toalet derisa Limi është. Limi është shumë gentleman me atë. Është gentleman se unë e pash dhe dje në darkë që shkonte doli dhe në klip. Që shkonte e mori, nuk donte ta lidhë vetëm. Atëherë. Prandaj thash që Limi i dha të drejtën të flasë. Albën në dalje, sepse është në toalet, e vrejmë, e dëgjuan që nuk është në një gjendje të mirë, po qanë, me gjithat, mundemi ta dëgjojmë Limin, dhe sa po të reket, për brenda, ta kemi pak, t'i lejojmë në fakt pak privatësi edhe Albës. Sepse për pak qaste ne do të shkëputemi me publicitet, por, kur të kthehemi, do të vazhdojmë situatën Alba Bia që ka ndodhur, ku është edhe i përfshim edhe Limi, por dhe marrëdhënia atyre se çfarë ka ndodhur këto ditë, të cilat do t'i vazhdojmë ne t'i diskutojmë, po ashtu edhe në studio. Regjia, lidhemi me shtëpinë, por pas zërin tonë, sepse ju jeni duke na ndjekur live në Klan Kosova, në Art Motion, Digital Tring, kujtesa Nimi TV, si dhe në YouTube, dhe gjithandej në kanalet kudo që ka shqiptar këto momente. I dëgjojmë pak. Limi, më dëgjon? Fucking crazy, bro. Limi? Pa. Atëherë, çfarë po të shqetëson me hyrjen e Albës në toalet? Çka është duke ndodhur? Si po ndihesh ti tani në këto momente, sepse po të shoh se je edhe i shqetësuar. Normalisht nuk ndihem mirë se nuk du t'jem unë pjesë. Tani jam dhe ajo është duke qajt dhe thash ta ndihmoja, ta suportoja pa, kupton? Limi, eja me mundon të rëfimin veç pak. Po.
Okej, Limi. Po. Alba zgjodhi Heshtin, natyrisht, dhe është totalisht e respektueshme. Patjetër, edhe nga unë. Ndërkohë, a mendon që Alba zgjodhi këtë mënyrë të përgjigjet, apo mos përgjigjet, shkaku që nuk do me pranu realitetin? Shiko, ku një femër është on fire, se unë nuk e shoh në këtë lloj, e shoh në mënyrën time, gjithçka. Ku një gocë është në zjarr dhe she is really on fire, ajo do t'i duhet pak kohë që ta kuptoj realisht, përfundimisht edhe se si është gjendja dhe se si është relacioni mes dy njerëzve. Në radhë parë me vjen keq, patjetër për familjet tona se ndoshta keq kuptohen, bëhen merak dhe nuk e dinë se si do shkojë kjo gjë dhe si është kjo gjë realisht, sepse nuk kanë qenë pjesë e gjithë kësaj gjëje dhe normalisht e shoh që është ka gjëra për t'u sqaruar. Unë do doja që ta bëja në mënyrën më të bukur, më të thjesht, më njerëzore, me gjithë respektin që kam për Albën në çdo moment. Nuk do doja që gjithë kjo gjëja të bëhet e ceket, e tepruar. Do doja që të gjenim një rrugë përbashkët, komunikimi dhe gjithë secili të kuptoj. Unë nuk jam kundra, unë e vlerësoj. Alba është një vajzë me vizion, është një vajzë e shkallët, është një vajzë e bukur, është një vajzë që është e fortë mbi gjitha dhe... Por jo për ty. Një farë forme. Po. Po. Mirë Limi, okej. Mund të thehesh. Faleminderit. Shumë faleminderit.